diagnostifikimi me kancer është barabart me vdekjen. Nuk kam mendu asnjëherë që përvoja ime jo e mirë mundet me qenë komunikim për të me ndihmu ose me ndërgjegjësu, po jeta i ka sfidat e veta dhe u ballafaqova edhe me këtë përvojë. Aktualisht jam në atë fazën ku e ndjej frikën fare, nuk e ndjej frikën prej kancerit është fjala. Nuk projektoj të ardhë me të zymt ose diçka të ngjajshme, të kundërtën, se ashtu edhe perceptohet. Kulturën. Edhe ashtu shumicën e njerëzve kur i kom komunikuar, kom pa që e kanë ditë të njëjtën. Një numër i familjarëve kanë qajt, kam pas shoqi që kanë fillu me shkullot, domethënë adhem kështu pa vetdije, po veç e kanë ato e kanë bu para meje, unë të kundërtën jo mundu më jap kurajo atyne. Hajtë se mirë jom, hajtë se në fazë të hershme është. Kur që thash? E kalojmë edhe këto.